por Kosova mund të mbijetoj pa Pejin, Kosova mund të mbijetoj pa Gjakovën, pa Prizrenin, mund të mbijetoj pa Podujevën, por nuk mund të mbijetoj pa veriun e saj. Domethënë, shteti i Kosovës nuk ka asnjë kuptim, nuk mund të mbijetoj pa veriun e saj. Cila do pjesë tjetër e Kosovës mund të hiqet Kosovës, kjo vetëm e dëmton Kosovën, por nuk e bën atë të paqen. Kjo është njësoj me marrë një krahasim që njeriu mund të jetoj pa një dorë, pa 2 duar, pa këmbë, pa 2 këmbë, pa një vesh, pa një sy, por ai nuk mund të mbijetoj pa zemrën e tij. Kjo është, në këtë rast, veriu i Kosovës është zemra e Kosovës. Është edhe kështu që nuk ka kuptim të bëhet një korrigjim, njerëzit bëjnë korrigjime estetike e tjerë, domethënë i korrigjojnë veshët, hundën, fytyrën e tjerë, por ta japin zemrën në këmbim të diçkahit, çka do qoftë ai, kjo nuk ka kuptim. Domethënë sepse Kosova do të shndrojë në një kufom atëherë. Presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e dërgimit si ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi Rod Blagojevic. Si mendoni, nëse zgjidhet Blagojevic, a mund të ketë një ndikim shumë herë më të madh të Serbisë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që mund t'i hapë rrugë pretendimeve serbe ndaj Kosovës? Po, nuk e di tani, po besoj që kushdo që të jetë ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai mund të ketë ndikim, por nuk do të mund ta drejtoj tërësisht politikën amerikane, domethënë sepse atë e bën Trump, dhe ambasadori është vetëm një përçues i asaj politike. Tani nëse Trump vendos që të dërgoj një serb etnik në Beograd, ambasador, dhe një shqiptar etnik, ambasador në Kosovë, kjo nuk do të thotë që politika amerikane do të ndryshojë, domethënë rëndësisht çfarë do të mund të bëjë, nëse nëse ai do të kufizohet në ndikimin e ambasadorit, po jo më shumë. Çfarë kjo, unë besoj që politika e Trump karshi Kosovës nuk do të jetë negative. Dhe për këtë kam indikacion letrën e presidentit Trump dërguar presidentes Osmani me rastin e përjetorit të pavarësisë, ditës kombëtare të Kosovës, dhe me rastin e 15 shkurtit ditës kombëtare të Serbisë presidentit Vučić. Derisa letra dërguar presidentit Vučić ishte krejtësisht me tone diplomatike, letra dërguar presidentes së Kosovës ishte krejtësisht e ngrohtë, miqësore dhe fuqishme, ku thoshte se Kosova është një komb i vendosur dhe i qëndrueshëm, një kompliment jashtëzakonisht të madh për Kosovën. Sa të përgatitur janë shqiptarët në Ballkan, qoftë për të armatosur dhe qoftë për të pasur një projekt të tyre që çon drejt bashkimit kombëtar dhe në mënyrë që të kundërvihen botës serbe? E para, nuk ka një interes që Kosova të bashkohet me Shqipërinë, e as nuk ka interes Shqipëria të bashkohet me Kosovën. Kosova dhe Shqipëria kanë interes që të kenë marrëdhënie të mira vëllazërore mes veti. Këto marrëdhënie mund të zhvillohen dhe çdo gjë që mund të arrihej me një bashkim Kosovë-Shqipëri do të mund të arrihet me marrëdhënie të mira mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Por bashkimi Kosovë-Shqipëri mund të prodhojë të themi një sinergji negative. Kjo ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore dhe e dim që pasojë e këtij bashkimi ka qenë lufta civile në Shqipëri, e cila i ka kthyer Kosovën Serbisë. Në fund
dhe Shqipërinë e ka sakatosur për dekada të tëra, duke e mbajtur në një regjim kriminal më antinjerëzorin në planet. Domethënë, në qoftë se atë ne tani nuk mund të presim të kemi politikan më të zgjuar, më vizionar se sa Mustafa Kruja apo Xhafer Deva, tjerë që kanë arritur që dinim nga 10 gjuhë botërore dhe që ishin të kalibër jashtëzakonisht i madh, potencial intelektual e politik, dhe në qoftë se domethënë Xhafer Deva ka korrigjuar vetveten që më në fund viteve të 60-ta ka ardhur te ideja për nga njeriu i cili ka bashkuar Kosovën me Shqipërinë, të vijë në përfundim që megjithatë Kosova duhet të jetë e pavarur, atëherë s'ka pse dikush ta provojë së dyti, domethënë, sepse njeriu i cili e ka bërë këtë bashkim ka ardhur në përfundim që kjo nuk ka funksionuar si duhet. Edhe arsyeja ka qenë për shkak se kur një shoqëri ndahet një herë, është vështirë, bashkimi është i vështirë. Nëse dy vëllezër ndajnë pasurinë që nga një babë një nënt kanë lindur, janë rritur së bashku dhe një herë ndajnë pasurinë, bashkimi i tyre në një shtëpi të vetme nuk ka më kuptim. Kështu që kjo është ndodhur edhe me Kosovën dhe me Shqipërinë. Prandaj nuk ka realisht kjo nuk ka interes të ndodhë, nuk është interes i asnjërs palë që të ndodhë. Pikërisht marrëdhëniet e këshia në mes të kryeministit të Shqipërisë dhe kryeministit të Kosovës burojnë nga dëshira për të dominuar pjesën tjetër. Albin Kurti tenton që të ketë ndikim në Shqipëri dhe Edi Rama në Kosovë, atëherë ne kemi marrëdhëniet e tyre problematike. Për të përmbledhur pak a shumë elementët që deri diku ju i përmendët më lart, cilat janë ata faktorë kryesor që mund ta cënojnë sigurinë e Kosovës, pra gjithë Kosovën, dhe cilët janë ata elementë të tjerë që mund ta avantazhojnë në raport me Serbinë, nisur nga qasja që ka politika amerikane deri më sot kundrejt Europës? Jo, në Kosovën, domethënë sigurinë e Kosovës rrezikon vetëm një invadim potencial i ushtrisë serbe në Kosovë. Domethënë kjo tani më nuk ka mundësi që për së brendshmit të organizojë trazira, sidomos jo në mjediset me popullat serbe. Ka dhe një rrezik tjetër, domethënë që pse Serbia në Kosovë ka shumë agent të saj në mesin e popullatës shqiptare që kanë punuar në të kaluarën, por që mund të jenë rekrutuar edhe pas luftës dhe që kanë një ndikim në Kosovë dhe veprimtaria e tyre hetohet në Kosovë në shumë fusha. Nëse përmes këtyre elementeve Serbia mund të organizojë të llovi në Kosovë, atëherë kjo dhe rrezikon sigurinë e saj. Domethënë janë vetëm këto dy mënyra se si do të mund Serbia ta rrezikonte Kosovën.